Miqtë e mi, mirëmëngjes, ju përshëndes sërish, ja ku po nisim pas siglës emisionin Rrezë Dielli për ditën e sotme. Përpara se të hymë në hapësirat tona dhe unë t'ju bëjmë diet ftuarit që do të kemi sot dhe sigurisht argumentet që do trajtohen, le të hedhim një vështrim të shpejtë së bashku mbi agjendën e aktiviteteve zyrtare të ditës së sotme. Në fakt, fillojmë me aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me komisionet parlamentare, pra komisionet në Kuvendin e Shqipërisë. Në orën 10 zhvillon punimet Komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njerëzit. Përsëri në orën 10 Komisioni për ekonominë edhe financat. Sërish në të njëjtën orë, Komisioni për veprimtarinë prodhuese, tregtinë edhe mjedisin. Sërish në orën 10 Komisioni për integrimin europian, ndërsa në orën 10:15 në rektoratin e Universitetit të Tiranës nga profesor doktor Dhori Kule mbahet një takim me kryetarin e Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, zotin Enver Hasani. Vijojmë orën 11, ku në ambientet e Hotel Tirana International, Lëvizja Mjaft do të prezantoj raportin vërtet matësi për bashkitë të cilët nuk kanë mbajtur premtimet elektorale për zgjedhjet vendore 2011-2015. Dhe në orën 12, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvillon mbledhjen e radhës. Tashmë dihet që jemi në një vit zgjedhor, kështu që ka filluar, le të themi, mbledhjet më të shpeshta të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kjo ka qenë agenda zyrtare, ndërkohë që nëse referohemi hapësirave tona, ne si çdo mëngjes do ta nisim me parashikimin e fatit, më pas do të vijojmë me parashikimin e motit, me almanakun dhe me faqet kulturore të shtypit të shkruar. Më pas do të hyjmë të gjithë në minutazhin e temës së ditës, ku sot do të ndalemi pikërisht tek aktiviteti ose tek nisma e lëvizjes Mjaft për disa bashki kryesore të Shqipërisë, të cilat nuk kanë mbajtur premtimet elektorale, sigurisht që janë të faktuara të gjitha këto argumenta nga lëvizja Mjaft. Është bërë një sondazh në terren dhe ne do ta trajtojmë pikërisht këtë temë me vetë kryetarin e lëvizjes Mjaft, zotin Aldo Merkoçi. Ndërkohë më pas do të vijojmë me momente të tjera, do të kemi një minutazh të shkurtër me të rejat më të fundit nga bota e showbizit dhe do të vijojmë me hapësirën Good Morning Fitness. Të gjithë ata që janë natyra sportive dhe kanë dëshirë që të stërviten, duke ndjekur këtë hapësirë dhe këshillat e instruktorit ton, mund ta bëjnë mëngjesin më dinamik. Më pas do të zhvendosemi në kuzhinën tonë, ku na pret zonja Tefta si për herë dhe sot do të kemi receta të shijshme për të gatuar së bashku me të gjitha anvisat, por edhe me të gjitha ata të cilët pëlqejnë të shijojnë dhe janë kurioz për fushën e gatimit dhe të shijes. Si për herë do ta përmbyllim me dy hapësira, ku sot hapësira e parë ka të bëjë me aksidentet rrugore, si t'i parandalojmë ato dhe gjithë problematikat me të cilat ne hasim në rrugët tona çdo ditë. Do të kemi prezent ekspertin autoteknik zotin Gzim Hoxha dhe hapësira e fundit ajo e mjekësisë. Në fakt sot do të jemi në botën e farmacisë me mikeshën tonë Ada Çapi. Atëherë, miqtë e mi, pa zgjatur, do të fillojmë menjëherë me momentin e parë së bashku me parashikimin e fatit. Më pas do të vijojmë sërish me momente të tjera. Horoskopi ditës së sotme. Dashi, ndërkohë që dielli bashkohet me Uranin çlirues në shenjën tuaj të dashit kësaj jave, mund të merrni në konsiderat një ndryshim madhor të pamjes tuaj, që do shpreh më mirë individualitetin tuaj. Duke bërë këtë gjë, do e gjeni veten duke dëgjuar më shumë komplimenta. Demi, pjesa e parë e kësaj jave do t'ju falë një ndjesi të papar për të çliruar veten prej gjërave që posedoni dhe që nuk i doni. Do planifikoni të pastroni dyshemen, sirtarët ose garazhin prej gjërave që nuk ju shërbejnë më. Binjakët, do ju hapen dyert teksa dielli, Urani dhe Mërkuri ju mbështesin në sferën sociale kësaj jave. Mund t'ju kërkohet të bashkoheni me një klub të ri ose të merrni rolin e një lideri në një organizat. Në qoftë se merrni parasysh një pozicion në një bord, kontrolloni situatën financiare. Gaforia, po ju pret një javë emocionuese pasi disa planete po qëndrojnë në sektorin tuaj të karrierës. Kjo mund të sjellë një pozicion të ri ose një projekt të ri për ju, prej mbështetjes së fortë të Jupiterit, dhe mund të dalloni një rritje të dukshme në të ardhurat tuaja. Problemi i vetëm është që mund të keni pak kohë për t'i kushtuar marrëdhënies tuaj.
Luani, kjo javë do hapet në planetin tuaj drejtues diellin në një kërcim intensiv me Uranin dhe Plutonin, cili do ketë një efekt transformues në punën tuaj. Kjo mund të përfshijë një zbulim të ri inovatik, një treg ndërkombëtar, një influencë e re ose një mundësi për të negociuar më mirë një kontratë. Virgjëresha, mund të merrni lajme shumë mirëpritëse kësaj jave në sektorin tuaj financiar, veçanërisht nëse keni aplikuar për një hua ose për një ndihmë financiare. Lidhja e fortë mes diellit, Uranit dhe Mërkurit do t'ju sjellë fjalë mbi një mundësi optimiste investimi. Peshorja, marrëdhëniet do jenë qendra e vëmendjes gjatë kësaj jave dhe mund të merrni parasysh të bëni një ndryshim madhor në këtë drejtim. 3 planetet qëndrojnë në sferën tuaj shtëpiake. Kjo mund të përfshijë ndryshime të tipit, ja prezantoni familjes personin me të cilin po dilni ose të filloni të jetoni bashkë ose të ndërroni vendin ku jetoni. Akrepi, java juaj mund të fillojë me gjetjen e një zgjidhje krijuese mbi një situatë ose në një promovim tuaj, duke qenë se keni plot 3 planete që qëndrojnë në sektorin tuaj të punës. Do ju duhet të qëndroni diskret mbi idetë tuaja, pasi Plutoni jo mirësor mund të nxjerrë në pa një njeri i cili ndjehet i kërcënuar prej diçkaje ose prej gjërave të ndryshme. Shigjetari, mund të lëvizni përpara në dashuri me vetbesim kësaj jave, pasi dielli, Urani dhe Mërkuri do i bashkojnë forcat për të sjellë më shumë shkëlqim romancës tuaj. Biseda me dikë do rrihet shumë bukur dhe do prekni tema shumë tërheqëse për të diskutuar. Briciapi, mund të ndjeni dëshirën për ta transformuar shtëpinë tuaj në një mënyrë që reflekton shijen tuaj dhe njeriun që jeni brenda. Në pjesën e parë të javës, Urani do bashkohet me diellin dhe Mërkurin, duke ju ndihmuar të nxirrni në pa idetë tuaja dhe duke ju shtyrë që të bëni ato gjëra për të cilat keni më shumë besim. Ujori, do jeni një mal i ideve elektrizuese dhe i planeve kësaj jave që ju mund t'i ndani me të tjerët fal planeteve që ju japin energji në sektorin e komunikimeve. Peshqit, kjo javë do të nisë me lajme të reja në frontin financiar, pasi dielli do kombinohet me Uranin dhe Mërkurin, duke sjellë zhvillime shumë emocionuese sferës tuaj të ardhurave. Ndërkohë, do të kalojmë tani tek almanaku i ditës për të gjithë kuriozët, të cilët duke ndjekur mund të mësojnë më tepër detaje që kanë lidhje me datën e sotme. E ndjekim bashkë. Prill 2015, dielli ka lindur në orën 6:15 minuta dhe do të perëndojë në orën 19:12 minuta. Kohëzjatja ditore do të jetë 12 orë e 56 minuta e 57 sekonda. Vacezela ishte këngëtare ikone skenës shqiptare. Ajo e nisi karrierën e saj në moshë të re në vitin 1962 dhe ishte e para që fitoi festivalin e këngës. Me këngën Fëmia i parë, ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindte atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962. Repertori i saj ka qenë mjaft i pasur, numërohen me detra këngë popullore, të lehta, kantata, balada e të tjerë. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë të muzikës së filmave. Fituese 12 herë festivalit, Vaçeja fitoi famë gjatë epokës komuniste dhe ju dha titulli artisti i merituar në vitin 1973, si dhe artisti i popullit në vitin 1977. Vacezela është larguar përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Më 7 prill të vitit 1964 lind aktori nga Zelanda e Re Russell Crowe. Ai ka jetuar në pjesën më të madhe të jetës së tij në Australi dhe identifikon veten si australian. Njihet mjaft për rolin e tij epik në filmin Gladiatori me regji të Ridley Scott, për të cilin Crowe fitoi një Academy Award për aktorin më të mirë. Gjithashtu, ai është nderuar me çmime të ndryshme BAFTA dhe Golden Globe. Zef Pullumbi ishte frat franceskan, publicist dhe shkrimtar.
Disa nga veprat e tij më të njohura janë Franceskanat e Vëdhanj, Prati Pashallarëve Bushatli, Histori kur e shkrueme, Saga e fëmijërisë e të tjerë. Fjala e urtë, bëni si them unë, mos bëni si bëj unë. Kuriozitet. Duhen shumë përgatitje përpara se silni në jetë një fëmijë. Çiftet që mbajnë kafshë në shtëpi duhet të marrin parasysh dhe reagimin që ata do të kenë në momentin që do të bëheni me fëmijë. Disa foto macesh të një çifti tregojnë qartë se si macja çuditën ku ka parë se në shtëpi është tuar një pjesëtar tjetër. Fotot e mëposhme janë të publikuara nga çifti me mbishkrimin haruam të tregoni maces se do të bëheshi me fëmijë. Miqtë e mia, ku jemi përsëri bashk, le të hedhim një vështrim të shpejt faqeve kulturore të shtypit për ditën e sotme. Fillojmë me gazetën e parë të përditshme shqiptaria.com. Gjergj Kola, një ditar piktorit në Pesaro, prej 25 vjetësh ai ka mërguar në Itali. Veprat retrospektive punës së tij nga viti 1991 deri tani. Vijojmë pak më poshtë, Burnesha merr çmimin Firebird në Hong Kong. Nga gazeta shqiptaria.com do të kalojmë tani në një tjetër të përditshme në faqen kulturore të gazetës Panorama. Në të lexojmë: urdhri i Enverit për dezertorët, çojeni në gjyq dhe pushkatojeni. Letërkëmbimi i krerëve të luftës antifashiste nacionale shlirimtare gjatë viteve 41-45. Vijojmë në faqen tjetër: Romeo dhe Julieta bashkojnë serb dhe shqiptar në Beograd. Vepra është e interpretuar nga aktorë të Kosovës dhe Serbisë. Tragjedia ka pasur premierën mbrëmjen e së dielës. Kjo ka qenë faqja kulturore e gazetës Panorama. Ndërkohë do të kalojmë tani në të përditshmen shqip. Në të lexojmë: Shakespeare i bashkon shqiptarët dhe serbët në një histori dashurie. Romeo dhe Julieta, një bashkëpunim shqiptaro-serb, pati premierën dje në skenën e qendrës Radionica në Beograd. Vijojmë pak më poshtë: piktori i udhëtimeve të gjata hapet në Galerinë Fab, ekspozita personale e piktorit italian Rosario Mele. Miqtë e mi, në mënyrë të përmbledhur, këto kanë qenë dhe argumentet nga faqet e kulturës për ditën e sotme. Ne do të ndjekim edhe një herë sërish bashkë parashikimin e fatit, më pas një hapësirë publicitare. Horoskopi i ditës së sotme. Dashi. Ndërkohë që dielli bashkohet me Uranin çlirues në shenjën tuaj të dashit kësaj jave, mund të merrni në konsiderat një ndryshim madhor të pamjes tuaj, që do shpreh më mirë individualitetin tuaj. Duke e bërë këtë gjë, do e gjeni veten duke dëgjuar më shumë komplimenta. Demi. Pjesa e parë e kësaj jave do t'ju falë një ndjesi të papar për të çliruar veten prej gjërave që posedoni dhe që nuk i doni. Do planifikoni të pastroni dyshemen, sirtarët ose garazhin prej gjërave që nuk ju shërbejnë më. Binjakët, do ju hapen dyert teksa dielli, Urani dhe Mërkuri ju mbështesin në sferën sociale kësaj jave. Mund t'ju kërkohet të bashkoheni me një klub të ri ose të merrni rolin e një lideri në një organizat. Në qoftë se merrni parasysh një pozicion në një bord, kontrolloni situatën financiare. Gaforia, po ju pret një javë emocionuese pasi disa planete po qëndrojnë në sektorin tuaj të karrierës. Kjo mund të sjellë një pozicion të ri ose një projekt të ri për ju, prej mbështetjes së fortë të Jupiterit, dhe mund të dalloni një rritje të dukshme në të ardhurat tuaja. Problemi i vetëm është që mund të keni pak kohë për t'i kushtuar marrëdhënies tuaj. Luani, kjo javë do hapet me planetin tuaj drejtues, diellin, në një kërcim intensiv me Uranin dhe Plutonin, cili do ketë një efekt transformues në punën tuaj. Kjo mund të përfshijë një zbulim të ri inovatik, një treg ndërkombëtar, një influencë së re ose një mundësi për të negociuar më mirë një kontratë. Virgjëresha, mund të merrni lajme shumë mirëpritëse kësaj jave në sektorin tuaj financiar, veçanërisht nëse keni aplikuar për një hua ose për një ndihmë financiare. Lidhja e fortë mes diellit, Uranit dhe Mërkurit do t'ju sjellë fjalë mbi një mundësi optimiste investimi.
Peshorja, marrëdhënie do jenë qendra e vëmendjes gjatë kësaj jave dhe mund të merrni parasysh të bëni një ndryshim madhor në këtë drejtim. 3 planete qëndrojnë në sferën tuaj shtëpiake. Kjo mund të përfshijë ndryshime të tipit ja prezantoni familjes, personin me të cilin po dilni ose të filloni të jetoni bashkë ose të ndërroni vendin ku jetoni. Akrepi, java juaj mund të fillojë me gjetjen e një zgjidhje krijuese mbi një situatë ose në një promovim tuaj, duke qenë se keni plot 3 planete që qëndrojnë në sektorin tuaj të punës. Do ju duhet të qëndroni diskret mbi idetë tuaja, pasi Plutoni jo miqësor mund të nxjerrë në pa një njeri i cili ndjehet i kërcënuar prej diçkaje ose prej gjërave të ndryshme. Shigjetari, mund të lëvizni përpara në dashuri me vetbesim kësaj jave, pasi Dielli, Urani dhe Mërkuri do i bashkojnë forcat për të sjellë më shumë shkëlqim romancës tuaj. Biseda me dikë do rrjedhë shumë bukur dhe do prekni tema shumë tërheqëse për të diskutuar. Briciapi, mund të ndjeni dëshirën për ta transformuar shtëpinë tuaj në një mënyrë që reflekton shijen tuaj dhe njeriun që jeni brenda. Në pjesën e parë të javës, Urani do bashkohet me Diellin dhe Mërkurin, duke ju ndihmuar të nxirrni në pa idetë tuaja dhe duke ju shtyrë që të bëni ato gjëra për të cilat keni më shumë besim. Ujori, do jeni një mal i ideve elektrizuese dhe i planeve kësaj jave që ju mund t'i ndani me të tjerët, fal planeteve që ju japin energji në sektorin e komunikimeve. Peshqit, kjo javë do të nisë me lajme të reja në frontin financiar, pasi Dielli do kombinohet me Uranin dhe Mërkurin duke sjellë zhvillime shumë emocionuese sferës tuaj të ardhurave. Do të jemi së bashku në hapësirën e temës së ditës. Në fakt, sot në mesditë pritet që Lëvizja Mjaft të publikojë një raport krahasues të premtimeve elektorale, si vendore ashtu edhe politike, këto të bëra në periudha të ndryshme. Megjithatë, më tepër të përqendruar do të jenë në vitin 2011 deri në vitin 2015. Gjithë monitorimi i këtyre premtive në fakt është përmbledhur në një studim që Lëvizja Mjaft e ka quajtur Vërtet Maci. Për të mësuar më tepër rreth asaj çka unë citova më lart, unë kam të ftuar vetë drejtuesen e kësaj lëvizje, pra të lëvizjes Mjaft, zotin Aldo Merkoçi. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Konkretisht, çfarë synon kjo nisëm e lëvizjes Mjaft? Po, Vërtet Maci është faktikisht një nisëm e cila ka nisur me pushtetin qendror dhe tashmë është zgjeruar ke pushteti lokal. Praktikisht është një nismë e cila tenton që të vë pak rregull në premtimet elektorale tonat që ne të gjithë e dimë dhe të gjithë i shohim sa që kemi zgjedhje që bëhen gjithmonë e pompoze dhe gjithmonë më larg realitetit shqiptar. Ne kemi vënë re sidomos gjatë zgjedhjeve të fundit që sa më shumë i afrohemi periudhës së zgjedhjeve, aq më shumë premtimet elektorale bëhen si një farë konkursi. Pra kush ofron më shumë vende pune, kush ofron më shumë gjëra dhe kush ofron më shumë premtime që janë realisht larg realitetit dhe larg realitetit shqiptar. Ne filluam këtë gjë duke e filluar me pushtetin vendor, pra me pushtetin qendror, ku filluam të monitoronim 100 ditë e parë dhe vitin e parë të qeverisë së tanishme. Dhe më pas e pamë të arsyeshme që duke qenë se po afrohen zgjedhje lokale, e pamë të arsyeshme që të paraprinin faktikisht zgjedhje lokale me një raport i cili përfshin raportin e 4 viteve të fundit për mënyrën se çfarë kanë premtuar dhe sa kanë realizuar nga ato çka kanë premtuar 4 vite më parë kur bashkiakët e sotshëm të 7 bashkive kryesore të Tiranë. Është njohur kjo si praktike dhe më parë, pra kjo nisëm që ju keni ndërmarrë Vërtet Macit? Po, sigur, nuk e shpikëm, ne është e vërtet. Faktikisht kjo është një modul që ne kemi marrë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aty ka qenë shumë i suksesshëm. Njëhet si Politifact ka 2 faktikisht fraksione, që është një është Politifact dhe një tjetër është Vërtet Maci, Trutometer në anglisht. Pra që është edhe emri është konkretisht një të shprehje dhe keni importuar. Dhe nuk është, dhe është biles edhe në vendet e Ballkanit, mund të gjen në gjithë vendet e Ballkanit, pra edhe në Serbi, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, edhe në Kosovë, edhe në Bosnjë, por gjithashtu edhe në shumë vende të Europës. Dhe ka një konferencë faktikisht që bëhet çdo vit me të gjithë këto organizata që merren me këtë lloj monitorimi, me këtë lloj moduli, të cilat mblidhen çdo vit për të parë se kush janë elementet e ri që mund të sillen në këtë gjë. Prej sa kohësh jeni duke u marrë me ndërtimin e kësaj praktike?
Po tashmë është pothuajse 2 vjet. Ne kemi filluar në zgjedhjet e 2013-s faktikisht lancimin e kësaj nisme, ku ne morëm përsipër të monitoronim premtimet e asaj kohe elektorale të partive politike, pra dhe vërtetësinë e tyre, se ajo çka dhe njëjtë gjë do e bëjmë edhe në zgjedhjet e 2015-s. Pra do të shikoni në terren gjithçka se si ka funksionuar pra. Pra praktikisht faza e parë për bashkitë lokal, për pushtetin lokal, pra për bashkitë ishte e parë monitorimi 4 viteve të fundit. Çfarë ato kanë premtuar para 4 vitesh dhe sa kanë realizuar deri më sot. Faza e dytë do të jetë premtim ose skanimi i premtimeve të reja të kandidatëve të rinj që do të vinë në 2015-ën. Sa të vërteta janë premtimet e tyre, duke bazuar në disa indikatorë, si për shembull, a ka një afat kohor premtimi, a ka një buxhet premtimi, a ka një institucion premtimi, sepse shpesh herë shumica e politikanëve arrin të premtojnë edhe detin aty ku nuk është. Po pa pasur... Pra premtime të pabazuara, le të quajmë. Premtime të pabazuara dhe sigurisht, do të thënë, ka një dukshëm, janë shpesh herë janë edhe të pa realizueshme ose që janë thjesht premtime elektorale për të marrë votën dhe pastaj gjithçka harrohet si çdo gjë tjetër. Synimi i këtij vërtetmasi është që gjithçka që politikanët premtojnë gjatë fushatës elektorale, megjithatë janë të bindur që do harrohet, të paktën të kemi një dokument i cili mos ta harrojë se çka kanë thënë para 4 vitesh dhe t'i vërë aty përballë përgjegjësisë se çka kanë thënë ata para 4 viteve gjatë mandatit të tyre të ju po krijoni le të themi një arkiv të premtimeve elektorale, le ta quajmë kështu. Po, një arkiv e vërtet, po jo vetëm një arkiv për të qenë një arkiv, po edhe një synimi është për të rritur ndjeshmërinë e qytetarëve, po edhe përgjegjësinë e politikanëve ndaj asaj çka premtojnë. Është shumë e thjeshtë premtosh yjet edhe Marsin në Shqipëri, problemi është sa je i aftë ta bësh dhe duke pasur dhe mendimin që dikush tjetër po të dëgjon, dikush tjetër po të vëzhgon dhe do ta thotë këtë gjë edhe mbas një viti ose mbas 4 vite kur mbaroj mandati jot. Do ta vendos përballë, le të themi. Është i argumentuar nga ana shkencore ky studim, sigurisht që kur bëhet fjala për studime të gjithë këtë kanë merak kryesor, metodat e kërkimit. Po, patjetër. Kjo është e para herë, kjo është një metodologji e cila është përdorur, siç e thash më përpara, se nuk na duhet më të shpikim shqyrë, nuk na duhet të shpikim rrotën, se e kanë shpikur disa njerëz tjerë dhe e kanë eksperimentuar dhe e kanë realizuar. Dhe ky është një model i cili është implementuar si në pushtetin lokal, ashtu edhe në pushtetin qendror, si në shtetet mëdha, si në shtetet vogla, dhe prandaj përmenda më përpara që është edhe në të gjitha vendet e Ballkanit, që janë edhe shtete që na krahasojnë shumë për nga mënyra politike. Dhe është eksperimentuar atje dhe ka funksionuar faktikisht shumë mirë edhe për një arsye shumë thjeshtë. Studimi nuk është se implikon disa data analitike që janë shumë të vështira për të kuptuar. Studimi është shumë i thjeshtë, thotë çfarë premton dhe çfarë realizon. Është konkret pra. Është shumë konkret. Pra ne kemi marrë gjitha premtimet që janë bërë para 4 vitesh, kemi kërkuar informacion nga bashkitë për realizimin dhe mos realizimin e tyre, kemi vajtur në terren për t'i verifikuar vetë ne, me sy tan për ta parë, nëse është bërë një rrugë, nëse është bërë një konstruksim shkolle, nëse është bërë një park, nëse është bërë një pishinë olimpike, siç kanë qenë disa nga premtimet e tjera. Kështu që të gjitha këto janë përveç se janë kontrolluar me shkresa zyrtare, me buxhete të faktuara, po janë kontrolluar edhe fizikisht në terren. Dhe ne kemi sfiduar tani sigurisht nga ana tjetër. Se si funksionon vërtetmatësi nga ana praktike. Nga ana praktike, paktën për pushtetin lokal. Dhe kemi qenë gjithmonë të hapur edhe me bashkitë e para që edhe Bashkia e Tiranës kishte në momentin që doli raporti, pati një reagim nga zoti Emir Bozdo. Edhe Bashkia e Durrësit pati një reagim jo zyrtar faktikisht, dhe në të dyja rastet kemi qenë shumë konkret në përgjigjen tonë, dhe kemi qenë shumë të hapur për t'i thënë që dëgjoj, hajde, gjeni një diçka, në fund ditës edhe ne njerëz jemi, ndoshta mund të kemi gabuar dhe jemi shumë të hapur. Kemi thënë hajde dhe na tregoni se cila nga pikat të raportit tonë në bazë të këtij raporti është kelur, nuk është bërë mirë, nuk është monitoruar mirë, dhe ne jemi gati që të dalim publikisht, nëse ju keni fakte, ne jemi dalim të themi publikisht që po, kjo pikë ka qenë ne keq menaxhuar nga ne ose e keq interpretuar nga ne. Deri tash s'ka pas askush nga secila, e vetmi një reagim që ka qenë zyrtar i Bashkisë Tiranës, ka qenë nga zoti Emir Bozdo për ta reklamuar këtë si një raport politik.
I ka dhënë gjurin politik. I ka dhënë gjurin politik, por ndërkohë nuk ka qenë i aftë në asnjë moment hedhi poshtë ose të faktoj të kundërtën për secilin, qoftë edhe për vetëm 1 nga pikat 85 premtimet që ne jemi të marrë në analizë nga Bashkia e Tiranës. Nga ana teorike, le të themi, cilat janë të dhënat konkretisht të këtij të studimi, të dhënat që ju keni arritur të merrni, duke qenë se po thoni që gjithçka është e faktuar dhe është e dokumentuar. Po ne kemi praktikisht kemi ndarë. Ku ti referoheni? Domethënë kur nxirrni dhe këto të dhëna nga ana praktike. Po, ne kemi nga ana teorike, praktikisht ne kemi bërë një gjë që bashkinë të gjitha bashkitë ne kemi përzgjedhur 7 bashkitë që janë dhe 7 bashkitë kryesore të vendit. Që mbulojnë shumicën e popullatës edhe të buxhetit që lëvrohet në bashkitë lokale. Tirana, Durrësi, Vlora, Shkodra, Korça, Gjirokastra, Fieri dhe Elbasani. Këto janë pikërisht bashkitë kryesore dhe buxheti më i madh shkon në këto dhe njerëzit që banojnë. Ne kemi vendosur edhe një sistem kategorizimi, pra brenda secilës bashki ne kemi vendosur që t'i ndajmë në premtimet dhe aktivitetet në 6 kategori kryesore, të cilat kanë qenë mjedisi, zhvillimi ekonomik lokal, turizmi, kultura, sporti, kujdesi social, arsimi dhe infrastruktura. Dhe gjitha premtimet që kemi arritur të analizojmë të para 4 viteve, pra premtimet janë marrë nga fushatat elektorale dhe nga modulet politike zyrtare të kandidatëve, nga websajtet e tyre, nga websajtet e partive. Gjithçka që është e faktuar zyrtarisht dhe që mund të kthehemi mbrapsht në kohë. Mund të jetë identifikueshme, qoftë me artikuj, qoftë me websajte, qoftë me çdo gjë tjetër. Këto premtime kemi marrë dhe kemi vajtur direkt në bashkitë përkatëse, qoftë Bashkinë e Tiranës, Durrësit apo kështu me radhë. Këto qytete që përmendëm. Qytetet që përmendëm më lart, kemi kërkuar informacione në departamentet përkatëse, kemi kërkuar buxhetin e bashkisë për të parë se ku është si është lëvruar dhe ku është lëvruar buxheti i bashkisë. Kemi parë sa është shpenzuar dhe është shpenzuar në të vërtetë për këto premtime që bashkia i ka quajtur realizuar ose të parealizuar. Ka planin e vetë punët të saj të punës dhe mbasi është bërë gjithë ky verifikim i dokumentacionit, kemi vajtur dhe vetë në terren për të parë nëse realisht një rrugë është e bërë, nëse një shkollë është e rekonstruktuar apo e bërë nga fillimi, nëse një park është i rekonstruktuar apo jo. Pra fillimisht nga ana teorike ju bëni, le të themi, verifikimin e dokumentave. Këtu po përpiqemi që të sqarojmë si bëhet vlerësimi i këtyre të dhënave dhe kujt ju referoheni. Më pas kaloni verifikimin në terren. E para sigurisht që është vetë publikimi zyrtar të bashkisë, se sigurisht që ti do të japësh benefitin e dyshimit të institucionit, për sa kohë që është institucion. Dhe pastaj do bësh edhe një. Sigurisht që kur bëhet fjala për studime nuk mund nxjerrësh të dhëna të sakta pa pasur pika referimi dhe gjëra konkrete. Dua të ndale pak konkretisht se si bëhet ky vlerësim. Ju prekët pak më parë Bashkinë e Tiranës. Ta themi me hapa konkret për të qenë më të kuptueshëm dhe për ata që na ndjekin. Po, praktikisht janë disa hapa kryesore që janë ndjekur për gjitha bashkitë, jo vetëm për Bashkinë e Tiranës, është e njëjta metodologji. Dhe praktikisht është. Duke qenë se ne na dhëm çik Tirana më tepër se jemi në Tiranë, sigurisht janë dhe qytetet e tjera. E qartë, po. Për ta bërë më konkrete. Po metodologjia që si vlen për gjitha. Ajo që po them më parë, ne praktikisht ajo që se si fillon puna, praktikisht është që duke marrë të gjitha daljet publike dhe të gjitha dokumentat zyrtare që kanë qenë para 4 vitesh nga kandidati apo nga partia të cilat e mbështet kandidatin në fjalë. Janë marrë gjitha premtimet të cilat janë bërë gjatë fushatës elektorale, jo para dhe mbas, por vetëm gjatë fushatës elektorale. Janë marrë gjitha ato premtime, janë analizuar për të parë kush janë të pamatshme, kush janë të matshme, si lloj premtime, se ka dhe premtime. Bashkinë e Tiranës çfarë është premtuar dhe çfarë është mbajtur, çfarë nuk është mbajtur? Po. Nga ajo të dhënat që keni ju. Po, për shembull, tek mjedisi, disa nga premtimet kryesore ke mjedis kanë qenë qytetarët e Tiranës do të jetonin një prej qyteteve më të pastra në Europë. Ky është një shembull tipik i premtimit elektoral. Pra, për të qenë edhe të papërgjegjshëm nga ana vet për të thënë që më i pastër në Europë, e para është sigurisht që është e pamundur në 4 vite, që Tirana që nga para 4 vitesh deri më sot ishte e pamundur. E dyta është relativisht edhe e pamatshme. Ne kemi bërë të paralizuar vetëm sepse e dimë që Tirana nuk është më i pastër në botë, se më i pastër në Europë. Jetojmë këtu edhe shohim. Jetojmë këtu dhe është shumë lehtësisht e konfirmueshme që ka institucione tjera ndërkombëtare të cilat e rankojnë Tiranën jo në qytetin më të pastër në botë. Po ky është një nga premtimet tipike faktikisht që ky lloj studimi tenton t'i evitoj në garat që do vinë tash edhe në ato të mëpasmet. Konkretisht t'i bëj dhe pak më të përgjegjshëm ato persona ose ata politikanë që bëjnë premtime që shikojnë se Po edhe që të reflektoj, edhe që të bëj një mënyrë
edhe një farë memorie kolektive për njerëzit, se është nga të dy anët lozet topi. Pra, edhe politikanët jemi përgjithshëm, po edhe njerëzit kujtohen se çfarë këta politikanë kanë premtuar 4 vite më parë dhe çfarë kanë arritur të realisht të realizojnë, që ti mbartin në mendje për premtimet e reja elektorale që po vinë dhe do vinë tani shumë shpejt. Ju konkretisht ka keni vendosur përballë, le të themi, ky është një nga premtimet, siç Po, ky është një nga premtimet. Për shembull, mbetet në të gjitha zonat e qytetit do të vendosen në kontejner të mëdhenj të vegjël, ky është një i realizuar, ky është premtimi i realizuar. Ose për shembull do të ketë teknika të grumbullimit të diferencuara të mbetjeve, ka qenë realisht një nga premtimet para 4 vite, është i paralizuar edhe ky. Megjithëse është shumë ky ndërkohë është një premtim, si lloj premtimi, është një premtim i cili ishte i nevojshëm, u konsiderohet i nevojshëm dhe u pa i nevojshëm për të premtuar sepse do mblidhte pikë le të themi në elektorat. Ama nga ana tjetër është i paralizuar. Sot kësaj dite nuk e kemi dhe kemi problematik këtë gjë. Kjo ishte për shembull zhvillimi lokal. Zhvillimi lokal, disa nga premtimet kryesore kanë qenë në dy bizneset do të lirojnë nga pesha e 6 taksave tarifore vendore dhe të përfitojnë në uljen e 2 deri 5 herë më shumë të normës së taksave. Ky është pjesërisht i realizuar. Ka qenë një debat shumë i madh atëherë, mbaj mend ka qenë një nga premtimet më kryesore të Bashës për eliminimin e 40 kusur tash 6 taksave tarifore, sepse kanë qenë shumë lloje taksash, do i unifikonte, do i zvogëlonte. Gjithsesi pjesërisht, vetëm pjesërisht është bërë i realizuar. Pasi ju keni bërë këto verifikime dhe nga ana teorike dhe nga ana praktike, merrni kontakte më pas me le të themi pushtetarët ose personat. Gjatë kohës që ne kërkojmë informacion, gjatë kohës që ne kërkojmë informacion, faktikisht kuptohet. E vendosni përballë këto që keni verifikuar? Po, do të thënë, okay, tani mënyra e verifikimit bëhet mënyra e verifikimit nuk bëhet duke pyetur kryetarin e bashkisë a ke bërë ti këtë, se kjo do ishte pastaj të faktuara. Po, tani të faktuara këto dalin ose me vendimin e Këshillit Bashkiak, pra merren gjithë analizat e Këshillit Bashkiak, merren gjithë ligjet përkatëse që kanë të bëjnë me këtë, merret edhe buxheti i Bashkisë Tiranës për të parë nëse ka pas aktivitete të lidhur me këtë lloj në këtë lloj aktiviteti, apo jo, që mund mos jetë vetëm një aktivitet i lidhur për shembull me lirimin e taksave, mund të jenë 2-3 aktivitete dhe mund të jetë edhe 2-3 aktivitete të lidhura me buxhetin, po edhe 2-3 vendime të Këshillit Bashkiak. Gjitha këto merren në analizë dhe shikohet kush ka qenë rezultati. Pra, a ka mundur Bashkia e Tiranës dhe Këshilli Bashkiak dhe kryetari i bashkisë të heqë ta lehtësojmë 6 taksa tarifore, po ose jo? Ju më pas i publikoni këto të dhëna si veproni? Sigurisht, publikohen, patjetër publikohen gjitha të dhënat dhe sigurisht i lihet hapësirë bashkive përkatëse për dhënë një dokumentacion të cilën ne mund na ketë munguar, që prapë do kishte qenë problematike bashkisë, sepse informacioni do të jetë i lirë dhe i aksesueshëm nga çdo kush. Pra, si qëllimi është të ketë edhe reagime në lidhje me këtë pjesë. Sigurisht. Dhe ne kemi qenë patjetër, dhe ne kemi qenë gjithmonë të hapur për bashkinë, për secilat nga bashkitë, për 2 raporte që kemi publikuar deri tashmë. Kemi qenë shumë të hapur për të thënë që çdo lloj oponence që ju keni me ose mos me këto dhëna që ne kemi publikuar, me këto dhëna që ne kemi arritur të grumbullojmë, ne jemi shumë të hapur për të diskutuar dhe për të dhënë edhe një kundër reagim, në sensin që nëse realisht kemi pas faj, jemi shumë të hapur për të thënë që dëgjoj se një pikë ndoshta na ka shpëtuar. Ka interes nga ana e politikës në lidhje me punën tuaj, besoj se nuk e kanë shumë për zemër që ti vendosësh përballë premtimet elektorale. Është më tepër ato të pambajtura. Publikisht, po, e vërtet, është shumë e vërtet. Faktikisht raporti ka ndjell një interes shumë të madh nga shumë aktorë të politikë bërjes në Shqipëri, edhe nga të huajt faktikisht ka pas një tërheqje informacioni shumë të madhe nga organizmat ndërkombëtare, sidomos ato që merren me zgjedhje, sidomos ato që merren me monitorim dhe me organizimin e zgjedhjeve. Kjo për vetë faktin e vetëm sepse realisht nuk është një lloj raporti, është një lloj studimi të cilin ne kemi munduar të fusim sa më pak nga faktori human, që ka të thotë që premtimet janë marrë siç janë premtuar, pra nuk është ndryshuar asnjë presje nga mënyra se si janë premtuar. Të ftohtë, siç është ligji konkretisht, i ftohtë pa interpretime pan emocionale. Dhe nuk kemi fut fare asnjë lloj interpretimi as të personazheve të ndryshme, as të ekspertëve, as të gazetarëve që kanë punuar, as të askujt tjetër. Ka qenë shumë i ftohtë. Siç është premtuar, është marrë ekstrakti siç është premtuar dhe është parë nëse është realizuar apo jo. Dhe si rrjedhoi e kësaj, realisht dhe raporti ka qenë shumë i urkuar nga shumë organizma ndërkombëtar, po edhe nga qytetarë, po edhe nga organizata të tjera të cilat merren me zgjedhjet, edhe nga politika faktikisht. Megjithëse ato publikisht nuk do donin ti jepnin shumë reklam. Do të bëjnë sipas kuintave ato vlerësimet e vetave. Sigurisht pas kuintave. Po ka qenë realisht shumë i kërkuar dhe ka qenë i debatuar prapa kuintave, po edhe mediatikisht ka qenë shumë i debatuar. Pikërisht për formën dhe për natyrën e raportit i cili nuk implikohet fare në gjestet apo në artikullimet humane, por është ngjelet shumë i ftohtë
si raport. Keni mbështetje në këtë nisëm? Mund ta thoni diçka Po, më tepër kemi sa një, përket po, suportit? që në 2013 kur ka filluar, raporti praktikisht jemi të mbështetur nga National Endowment for Democracy, NED quhet, ose quhet ndryshe është një agjenci gjysmë shtetërore amerikane e bazuar në Washington, me mbështetjen këtu edhe të ambasadës dhe të USAID-it. Dhe është praktikisht një nga partnerët tanë më të hershëm, sidomos në këto lloj praktikash ku implikohen përgjegjësia e politikanëve, përgjegjësia e klasës politike në Shqipëri. Kemi pas një partneritet shumë gjatë ndër prej kohësh dhe ky është praktikisht një nga projektet me cilin ne po bashkëpunojmë tash së fundit. Cilat janë rezultatet e punës tuaj? Flas deri tani. Ka diçka konkrete që mund na tregoni? Domethënë edhe pse puna ka 2 vjet që ka nisur, vazhdon, ende jemi në një periudhë të nxehtë. Po praktikisht ne duke qenë se kemi filluar që nga pushteti qendror, ka qenë një risi dhe ka qenë hera parë faktikisht që është implementuar një gjë e tillë pra e parë që të shikohen platformat elektorale dhe e dyta që të monitorohen cilado qeveri që do të merrte pushtetin, në këtë rast ka qenë Partia Socialiste, që të monitorohen edhe në qenditet e para edhe në vitin e parë. Dhe raporti ka qenë një nga raportet e cilat është përdorur gjërësisht në të gjitha raportet e tjera që janë bërë edhe nga organizatat e tjera, edhe në studimet e tjera. Pra ka qenë një nga pikat e referimit. Ka qenë një nga pikat e referimit, ka qenë absolutisht një nga pikat e referimit për ndërkombëtarët, por edhe për ligjvënësit lokal, për sa i përket legitimitetit dhe transparencës, por edhe përgjegjësisë së qeverisë për qarshi publikut. Kështu që në këtë kontekst, sigurisht që ka akoma shumë hapësirë që të zgjerohet impakti, sidomos në publik, dhe kjo është ajo që ne duam, por sigurisht që kjo duhet krijojë edhe një lloj historie dhe legjitimitetit të tij. Një problemi që ne vuajmë dhe ky është dhe problemi që ne vuajmë më shumë dhe synimin në vetvete i raportit është i njëjtë praktikisht, përgjegjësia e politikanëve dhe memoria kolektive e qytetarëve. Ajo që ne duam të arrijmë është të krijojmë ajo që po thoni dhe ju shpa. Të krijojmë një database ku të gjithë qytetarët, të gjithë ato që duan të konkurrojnë ose duan të jenë kritik përkundrejt pushtetit lokal apo vendor, po kritik jo në sensin kritik Facebook, po kritik realisht me argumenta të qëndësishëm dhe për t'i bërë dhe për t'i kërkuar për më shumë përgjegjësi politikanëve, ka mundësi të aksesojë këto lloj raporte, të gjithë raportet e tjera që ne kemi bërë në këtë frymë në mënyrë më të lehtë mundshme dhe të ketë mundësi pastaj edhe që krijojë disa studime ndoshta më empirike. Pra se këto janë vetëm duke pasur të dhëna sigurisht në të ardhmen është më e lehtë të veprohet dhe të disa trende, disa formacione. Konkretisht në bashkitë që keni marrë në analizë deri tani, si kanë rezultuar me premtimet e tyre? Flas për të shtata. Janë dhe në fund të mandatit apo jo? Po, janë në fund mandatit, kështu që janë marrë si vërtetë. Për shembull, Bashkia e Tiranës dhe Bashkia e Durrësit që kanë qenë dy bashkitë që ne kemi publikuar deri tashmë, kanë pas një normë relativisht shumë të ulët për realizimin e premtimesh. Bashkia e Tiranës ka qenë diku ke 17-18% të realizimit, ndërkohë që Bashkia e Durrësit ka qenë diku ke 29-30% të realizimit. Bashkitë e tjera keni në proces? Bashkia e Vlorës del Sot nuk do ndryshojë nga standardet shumë, pra do jetë diku midis Tiranës dhe Durrësit. Pra përqindjet janë të ulta, përqindjet janë realisht shumë të ulta. Pra për një mandat 4 vjeçar, për gjithçka që ato kanë marrë përsipër të premtojnë, realisht premtimet janë shumë të ulta. Dhe ajo çka është vënë re, për shembull, çdo bashki pastaj ka specifikat e veta. Për shembull, Bashkia e Durrësit ka një specifik që vihet e re nga inspektimi që ne patëm terren, vihet re që shumica, sidomos infrastruktura, për sa i përket rrugë të vogla të qytetit, ose rruga e portit që ne pamë disa pjesë të qytetit ka gjeografinë vetë, ka ca specifika që lidhen me. Po, ajo që ishte për shembull më kategorizuese për Bashkinë e Durrësit ishte që dukshëm ishin lënë për 2 muajt e fundit elektoral në mënyrë që të priten shiritat. Ishin më të dukshme. Bashkia e Vlorës për shembull megjithëse ka një përqindje pak më të lartë se sa Tirana, ka pas një tregues tjetër që ka qenë bazuar më shumë në aktivitete kulturore, të cilët e kanë rritur përqindjen e realizimit të aktivitetit, kanë pas festivali i filmit, mezetar kështu me radhë. Ndërkohë Bashkia e Tiranës që është edhe më e madhja, është faktikisht ka qenë problematike dhe ne kur kemi parë në letër se kur kalojnë 4 vite shumë e vështirë të akumulosh 4 vite dhe të sintetizosh çka ka premtuar dhe çfarë është bërë dhe si është bërë dhe si nuk është bërë. Kur i merr pastaj gjithë dhe sintetizon një të faktuara bashkë dhe mendon që janë realizuar diku ke 17-18% e premtive,
është realisht për të shqetësuar për buxhetin dhe për impaktin që mbart kjo bashki dhe për popullatën që kjo bashki. Ju keni zgjedhur këto 7 bashki sepse kanë qenë, le të themi, janë ato qarqet kryesore për këtë arsye. Janë bashkitë më të mëdha që kanë popullatën më të madhe dhe që kanë dhe buxhete më të mëdha mundësi. Dhe e fundit fare, cilat janë premtimet që bëjnë zakonisht bashkiakët? Ose ata që, le të themi, aspirojnë të jenë kryetar bashki. Premtimet janë gjithmonë të njëjta. Më i pastri, më i rregullti, më pa trafik dhe premtimet për punësim. Problemi është që nuk kanë asnjë lloj studimi, ata veç duhet të kenë studim se si do i bëjnë 30.000 vende të reja pune ose si do i bëjnë Tiranën më qytetin më të pastër në Europë. Nuk kanë asnjë lloj studimi dhe asnjë lloj premtimi se si. Unë do kisha dëshirë të vazhdoni më shumë sepse duke qenë se janë tema që na prekin vetë në qytetarëve, sigurisht kanë shumë më rëndësi se sa disa tema të tjera, të cilat ndonjëherë fatkeqësisht dhe media vetë kushton më shumë vëmendje. Unë falenderoj shumë që ishe këtu, ju uroj sukses në nismën tuaj, shpresoj të kemi takime të tjera së bashku ku të kemi lajme më të mira. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën dhe për mundësitë që na dhat për. Faleminderit që pranuat. Miqtë mi, dhe unë falenderoj që na ndoqët dhe sot në temën e ditës.